te puna jonë, te betejë jonë aty për të marrë fjalën, për të bërë interpelanca, për të diskutuar. Interpelancat tona vonohen me javë, me muaj. Nuk na lejojnë të bëjmë të gjë. U bë legjendë. Dini që ajo interpelanca e Agron Shehajt me Belinda Ballukun ka 2 vite e ca që ende nuk është bërë. Akoma nuk është bërë. Kam kërkuar unë interpelancë me Ministrin e Shëndetësisë për mungesën e ilaçeve, ka kaluar mbi 1 muaj. U bë një interpelancë për rjollin, kishim mbi 2 muaj që kishim kërkuar. Dhe e lanë në fundin e seancës së ditës së ente, ku ishte vetëm 3 deputet në sallë. Vetëm 3 deputet në sallë. Por, pavarësisht saj, sërish ne mendojmë që parlamenti duhet t'i japim rëndësi. Ndonse aty Edi Rama nuk vjen kurrë, Edi Rama nuk i përgjigjet kërkesave tona, ne vazhdojmë të bëjmë detyrën tonë. Si shikoni këtë mosprezencën e Edi Ramës? Fakti që nuk do që të merret me opozitën dhe me aktet që kryen opozita në seanca, thënë kjo për shembull etiketime, tensione, nuk e di, nuk do që të merret me këtë pjesë apo si? Unë mendoj që ai beson se nuk e tremb opozita. Sa kohë që nuk e tremb opozita, sa kohë ai ndjen që nuk ka një kundërshtar real të fortë përballë, në qoftë edhe në numra, qoftë edhe në alternativë, sigurisht do mungohej, se do ishte e kundërta nëse vërtet do trembej. Por ajo që është dhe më e pakuptueshme është që pavarësisht se situata ku Rama mungon, ku parlamenti kthehet gjithnjë më shumë në një arenë fiktive, pjesa më e madhe e opozitës, konkretisht Partia Demokratike, hyn në një muaj mjalti me Partinë Socialiste, që duket krejtësisht e kundërta e retorikës, me atë që thuhet, me atë që bëhet. Këtë ngre pyetje edhe unë, për çfarë i shërben opozitës gjithë kjo. Me sa duket, shqetësimi i opozitës është për të garantuar rolin e saj si opozitë. I shqetëson rritja jonë, i shqetëson aktiviteti jonë, i shqetëson krijimi alternativave të reja nesër. Dhe ju t'jeni të bindur që kur të vi java finale, ndoshta në fund korrikut për të miratuar ndryshimet në kodin zgjedhor apo reformën territoriale, do bën ato që i kanë sot porosirtarët dhe kanë dakord, pavarësisht se çfarë tentojnë të diskutojnë apo të flasin në publik. Dhe kjo gjë ka për të ndodhur. Qartë. Partia Mundësia e ka mbështetur gjithmonë SPAK-un, drejtsinë e re, dhe do doja të pyesja pikërisht për këtë periudhë të SPAK-ut. Një heshtje konsiderohet, por nga ana tjetër mund përkthehet edhe si një punë që ka fazën e saj të vepruarit në këtë heshtje, pra pa zhurmë dhe pa të performancën e show-ut që e quajnë si faza e parë. Ju ka shqetësuar në ndonjë moment kjo heshtje apo si? Jo, SPAK, pse do na shqetësoj. Kemi parë qëndrimet e SPAK-ut në disa çështje të caktuara, të cilat kanë qenë me vendosmëri. Për shembull, që nga fillimi i mandatit kryeautorit të SPAK-ut, ai i qëndroi kërkesës për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku. Kemi parë për shumë çështje që kanë avancuar hetimet, pra shohim kush është thirrur ose kush vjen të dëshmojë në SPAK, kjo tregon që hetimet po vazhdojnë. Sigurisht disa prej hetimeve të tyre janë shumë komplekse dhe duan kohën e tyre. Dhe në këtë pikpamje kanë të gjithë dakordsinë dhe mbështetjen tonë, megjithëse ne ja kemi dhënë pa kushte. Ne i kemi vënë vetëm një kusht, nëse mund ta them kështu, që duhet të trokasen tek dera e Edi Ramës. Pra ky është misioni i SPAK-ut. Nuk mund të quhet i përfunduar me kaq sa kanë bërë, megjithëse kanë bërë shumë, sepse SPAK-u me Altin Dumanin bëri histori, por kreuri i SPAK-ut, i cili do shkojë deri në vitin e 9 të këtyre prokurorëve që janë sot, ka vetëm një mision. Të shkojë Ramës jo në paradhom, po të hyjë në zyrë. Ju që besoni aq shumë tek drejtësia, tek SPAK-u, dhe siç pjesa më e madhe e qytetarëve, mendoni se vërtet do të ndodhë kjo? Do të shkohet Edi Ramës? Duke parë çështjet, duke parë çfarë kanë dalë nga përgjimet, duke parë edhe sjelljen e kryeministrit. Ne mendojmë që kjo është logjike. Cila ka qenë sjellja e kryeministrit? Po që në dosje del që një biznesmen i caktuar, pas ka kërkuar një tender, që Belinda Balluku në SMS thoshte jepja se ka takuar Edi Ramën, dhe Rama thot po, është e vërtet e kam takuar, pse jo? Kjo është pranim i hapur që kryeministri ndërhyka në tenderet publik. Pra kjo është një akuzë për t'ia ngritur kryeministrit. Sigurisht SPAK-u ndoshta do kërkojë kohën e vet, e ka mirë kuptimin ton, por misionin do e cilësojmë të papërfunduar nëse nuk vë para përgjegjësisë ligjore Edi Ramën. Dosja Akshi, Mirlinda Karçanajt dhe lehtësimi i masës së sigurisë.
edhe deklaratat e saj të fundit në media, apo le të themi intervista e saj e parë që ka dhënë. Çfarë? Ne kemi reaguar që në fillim kur u lëshuan urat e parë të arresteve. Unë kam kërkuar atëherë edhe mbledhjen e Komisionit e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, që mbledhet nga Presidenti i Republikës, për shkak se dosja hetimore, ajo që u publikua, përmante disa të dhëna shqetësuese. Për shembull, aty thuaj se ky grup i strukturuar kriminal menaxhonte të dhënat e shqiptarëve që i cilësonte si një minjer ari. Dhe ky është shqetësim, kjo cënon sigurinë kombëtare dhe duhet të merrem më shumë me këtë çështje. Ne kemi kërkuar më një herë interpelancë në parlament me këtë çështje, me kryeministrin madje. Kryetari i parlamentit na refuzoi, duke na thënë që është një çështje në hetim dhe nuk mund të flitet në parlament. E kuptoni çfarë logjike është kjo? Ne do kërkonim llogari Ramës. Janë të sigurta ato dhënat e shqiptarëve? Sepse ato të dhëna mund të keqpërdoren nga autoritetet gabuara dhe kur i keqpërdor krimi, imagjino se sa e vështirë bëhet. Kështu që SPAK-u është treguar i vendosur në këtë çështje, është çështje shumë e madhe. Urojmë të shkojë deri në fund, deri tani po tregon seriozitet në këtë çështje dhe presim të shkojë përgjegjësive edhe më tej. Ne mendojmë që ka edhe shumë të tjerë që mund të ndiqen nga kjo dosje, po deri tani mendoj që SPAK-u edhe për guximin që ka treguar ka qenë në lartësinë e detyrës dhe për të vlerësuar. Me qartë. Mirë, partia Mundësia, të paktën duke cituar këtu edhe fjalët e kreut Partisë Mundësia zotit Shehaj, është një parti që e ka rrugën e gjatë përpara dhe hapat nuk kam pse të jenë të mëdhenj, por të vegjël. Në të gjithë këtë periudhë, çfarë ka sjell partia Mundësia dhe pse njerëzit duhet i besojnë Partisë Mundësia për ndryshimin që mund bëj, pse jo edhe rotacionin? Mbështetja që ne kemi marrë në zgjedhjet e kaluara ishte shumë kuptim plot. Në çdo zonë urbane të Shqipërisë kemi forcë tretë. Në Tiranë morëm 2 deputet, pra në zonën më të lirë në Shqipëri. Dhe ne kuptojmë peshën e kësaj vote. Me sondazhet aktuale ne jemi mbi 2 fishuar si forcë politike. Ndaj, ajo që ne flasim me njerëzve, që tregojmë njerëzve, nuk u flasim njerëzve për pushtet, po flasim njerëzve për opozitë të vërtet një herë. Vendi ka nevojë për një opozitë ndryshe. Ka nevojë për të ngritur problemet reale të njerëzve. Për të mos heshtur për shumë çështjeve. Ende jo për të rrëzuar Edi Ramën. Po çdo projekt politik kërkon kohën e vet. Sa kohë? Këtë pyetje ja kam bërë dhe zoti Çehaj, po. Do presim, sigurisht do presim pafundësisht. E shikojmë si një projekt afatmesëm. Sa vite? Do kërkojë disa vite. Mund të ndodhi edhe shumë shpejt, por ne jemi me këmbë në tokë. Pra, morën kemi marrë 3%, tani jemi mbi 6-7%, në Tiranë sondazhet na tregojnë që jemi mbi 10% të mbështetjes, derisa të vi momenti i duhur. Ne po punojmë fort ta fitojmë të besim. Projektet politike duan kohën e vet. Sa ju konsideron PS dhe PD, zoti Kapri? Sepse gjithmonë kur flasim qoftë edhe për debate, më tepër ka qenë fokusuar aty brenda llojit. Për shembull, Shehaj Lapaj, po e zë në formën më të thjeshtë. Por sa ndiheni të konsideruar? Dgjoj, besoj se ju e ndiqni edhe në parlament. Pra, ne... Ju jeni ndër deputetët që flisni dhe jeni shumë aktiv, po kështu zoti Shehaj, por në gjithën këtë partia Mundësia në tërësi. Ndjekim kauzat, kemi një raport që do ta quaja korrekt me deputetët e Partisë Demokratike, në varësi të kauzave në parlament, dhe betejë jonë është totalisht e fokusuar kundër qeverisë edhe majorancës. Totalisht. Ju e shikoni që sa ne flasim në kuvent, ngrenë zërin, na sulmojnë, na kundërshtojnë, edhe për shkak të çështjeve që ne ngrejmë atje. Dhe sigurisht që nuk është e lehtë. Dhe me 2 deputet ndihet zëri dhe pesha jon atje. Imagjino të ishim 10, të ishim 15. Pra do ishte një situatë krejt ndryshe. Dhe për këtë gjë po punojmë.